Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e martë, 21 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Tashi, letra e tarotit dash për këtë të martë, hierofanti i përmbysur. Kjo letër tregon një periudhë ku fillon të vësh në dyshim rregullat, zakonet ose situatat që nuk përputhen më me atë që beson. Ti nuk je dikush që ndjek verbërisht rrugët e vendosura nga të tjerët. Ke nevojë të kuptosh pse diçka duhet bërë në një mënyrë të caktuar. Këtë të martë mund të ndjesh se diçka në jetën tënde nuk të duket më e drejtë, ndoshta një marrëdhënie, një vendim apo një situatë që ke pranuar për një kohë të gjatë, po të kërkon ndryshim. Mos ke frikë të dëgjosh zërin tënd të brendshëm. Mendimin e një personi të afërt, partneri apo miqve të besuar, mund të kuptosh më mirë emocionet e tua dhe të gjesh mënyrën për të ecur përpara. Kjo letër sjell energjinë e çlirimit nga kufizimet e vjetra dhe krijimit të një rruge të re, që të përshtatet më shumë nga ato që je sot. Dhe mesazhi i letrave tarot: mos ke frikë të ndryshosh atë që nuk të shërben më. Rruga jote është ajo që krijon me guximin tënd. Demi, letra e tarotit për këtë të martë, 8 shkopin të përmbysur dem të këshillon të kandalesosh ritmin dhe të mos dritohesh për të arritur gjithçka me një herë. Ndonjëherë dëshira për të bërë shumë gjëra një herësh të largon nga ajo që ka vërtet rëndësi. Kjo është një ditë për të marrë frym, për të riorganizuar planet dhe për të kuptuar më mirë drejtimin ku po shkon. Mos e vendos veten në presion të panevojshëm, gjërat e mira kanë nevojë për kohën e tyre. Energjia e hënës të kujton të kujdesesh më shumë për trupin dhe miqënien tënde. Jepi vetes momente qetësie. Pushimi dhe aktivitete që të sjellin paqe. Njëri të më ngadalt nuk do të thotë po mbetesh mbrapa, do të thotë po ecën me më shumë siguri. Mesazhi për ju dem: mos u ngut, kur ecën me qetësi dhe vetë dije, arrin shumë më lart. Binjak, letra e tarotit për këtë të martë, 5 monedat e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh shprehje dhe rikuperimi. Ajo tregon se një periudhë e vështirë po fillon të largohet dhe se po hyn në një fazë ku gjërat mund të përmirësohen gradualisht. Ke kaluar momente me shumë ulje dhe ngritje emocionale, por çdo përvojë të ka mësuar diçka të rëndësishme për veten tënde. Ke zbuluar forcën tënde edhe në ditët ku mendove se nuk do t'ja dilje. Sot është koha të shikosh përpara me më shumë besim. Mos u përqendro vetëm tek ajo që ka munguar apo te plagët e të kaluarës. Shiko mundësitë e reja që po hapen para teje. Në dashuri apo në jetën personale, kjo letër sjell energjinë e shërimit dhe të rikthimit të ekuilibrit. Ndihma, mbështetja dhe mundësitë që ke pritur mund të shfaqen kur më pak i prek. Mesazhi i letrave tarot: ajo që të ka linduar të ka bërë më të fortë, tani shkojë të përpara dhe me zemër të hapur. Gafore, letra e tarotit për këtë të martë, 9 kupa, një letër që sjell energji shumë pozitive për ty. Kjo është letra e dëshirave, kënaqësisë dhe realizimit të ëndrave. Ajo tregon se një periudhë ku ke pritur me durim po fillon të shpërblet dhe se diçka që ke dëshiruar mund të jetë më afër se sa mendon. Sot mund të gjesh qetësi të brendshme dhe kënaqësi të veçantë me atë që ke arritur deri tani. Mos haro të vlerësosh edhe gjërat e vogla që të sjellin lumturi. Me energjinë e hënës në peshore që ndikon në zonën e shtëpisë dhe familjes, ngurtësia emocionale vjen përmes njerëzve të dashur. Një pushteshje, një bisedë e sinqertë apo një moment i thjeshtë me familjen mund të të mbush zemrën. Me dashuri kjo letër sjell afërsi dhe ndjenja të bukura. Nëse je në një lidhje mund të përjetosh më shumë harmoni. Nëse je beqare, zemra jote është gati të hapet ndaj emocioneve të reja. Lumturia që ke kërkuar po afrohet. Shijoje rrugëtimin dhe beso se gjërat e mira po vijnë. Luani, letra e tarotit luan për këtë të martë, 8 shkopin e përmbysur. Letra shkopin e përmbysur tregon se ritmi i jetës mund të duket shumë i shpejt për ty tani, si një shenjë fikse e zodiakut që ti preferon të kesh kontroll, të dish planet dhe të kuptosh qartë drejtimin ku po shkon. Sot mund të ndihesh sikur gjërat po ndodhin për një herësh dhe kjo të krijon një ndjesi lodhje ose bezdije. Ndoshta nuk është vetë situata ajo që të shqetëson, por mungesa e kohës për të përshtatur me ndryshimet. Letra të këshillon të mos i mbash të gjitha brenda. Fol për atë që ndjen, shprehu hapur dhe lejo që të tjerë të kuptojnë se çfarë po kalon. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë shumë lehtësinë. Edhe nëse kjo ditë mund të duket pak sfiduese, ajo të ndihmon të kuptosh çfarë duhet vërtet. Duke pranuar ritmin e ri, nëse mund të ndihesh më qetë dhe më i lumtur. Mos lufto kundër ndryshimeve. Fol, përshtatu dhe beso se çdo gjë po të çon drejt një vendi më të mirë. Vigjiresha, letra e tarotit vigjiresh për këtë të martë, kalorësi i kupave. Kjo letër të fton të largohesh pak nga mendimet e tepërta dhe të dëgjosh më shumë zemrën tënde. Shpesh i kërkon siguri, logjikë dhe perfeksion.
por sot tarot të kujton se emocionet kanë gjithashtu një rol të rëndësishëm në jetën tënde. Në dashuri kjo letër sjell një energji romantike dhe të butë. Mund të ndjesh dëshirën për më shumë afërsi, kujdes dhe momente të veçanta me partnerin, nëse je beqar. Zemra jote mund të jetë gati për një përvojë të re emocionale. Mos kërko që diçka të jetë perfekte, njerëzit kanë dobësitë e tyre, për gabimet dhe ndonjëherë pikërisht këto për sosmërinë krijojnë lidhje më të vërteta. Lejoje veten të ndjesh, të besosh dhe të përjetosh momentin. Sot është një ditë për të hapur zemrën dhe për të pranuar dashurinë në format e saj më të thjeshta, dhe mesazhi i tarotit për virgjëreshat. Mos analizosh çdo ndjenjë, ndonjëherë zemra e di rrugën përpara se mendja ta kujtojë. Peshorja, letra e tarotit për këtë të martë, 10 kupat e përmbysur peshore. Kjo letër të kujton se jo çdo moment me familjen apo njerëzit e afërt do të jenë gjithmonë perfekt. Edhe në marrëdhëniet më të forta mund të ketë diskutime, humor të ndryshueshëm apo fjalë që lëndojnë pa dashje. Sot mund të ndihesh pak e rishpënyer nga një situatë familjare ose nga sjellja e dikujt që ke afër zemrës. Por tarot të këshillon të mos lejohet që një moment i vogël të kthehet në një konflikt të gjatë. Ti ke aftësinë të sjellësh ekuilibër dhe qetësi, në vend që të reagosh me inat ose të mbash mari, zgjidh mirëkuptimin dhe faljen. Ndonjëherë paqja ruhet jo duke fituar një debat, por duke zgjedhur të mos ushqesh atë. Në dashuri dhe marrëdhënie, kjo letër të fton të shohësh për te një ditë të vështirë dhe të kushtosh se lidhjet e vërteta kalojnë edhe prova të vogla. Mesazhi i tarotit për peshoren. Mos lejo që një moment i keq të prish diçka të bukur, zgjidh qetësinë dhe bëu shembull i harmonisë. Akrepi, letra e tarotit për këtë të martë, 21 korrik, 5 kupat akrep, një letër që sjell një mesazh për përballimin e emocioneve dhe gjetjen e ekuilibrit mes trishtimit dhe gëzimit. Nëse kohët e fundit ke kaluar në situata vështirë, kjo letër të kujton se është normale të ndjesh dhimbje, zgënjim apo mall për atë që ka ndodhur. Sot është një ditë për të lejuar vetes të përpunosh njëjtat e tua, pa i fshehur dhe pa u përpjekur të kalosh me nxitim. Por tarot të këshillon të mos harrosh diçka tjetër të bukur që ekziston në jetën tënde. Një ngjarje e vetme nuk përcakton të gjithë historinë. Edhe nëse diçka nuk shkoi siç dëshiroje, ka ende njerëz, mundësi dhe momente të mira që presin të vlerësohen. Në dashuri kjo letër të fton të mos mbetesh i lidhur me të kaluarën. Shërimi fillon kur pranon atë që ndodhi dhe fillon të shohësh çfarë mund të ndërtohet nga tani e tutje. Dhe mesazhi i tarotit akrep, mos shiko vetëm atë që humbe, ka ende shumë gjëra të bukura që po të presin përpara. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të martë shigjetar, mbreti i shkopinjve i përmbysur, tregon një moment ku dëshira jote për të ecur përpara është e madhe, por mund të ndihesh sikur je ngecur në vend. Mund të kesh shumë plane dhe ide, por një zë i brendshëm të pyet nëse ja vlen vërtet të vazhdosh. Sot mund të ndjesh pasiguri ose frikë se përpjekjet e tua nuk do të sjellin rezultatin që dëshiron, por kjo letër të kujton se çdo rrugëtim fillon me një hap të vogël. Nuk mund ta dish fundin në një histori pa provuar fillimin. Mos lejo që dyshimet të ndalojnë, përdore këtë periudhë për të rishikuar qëllimet e tua, për të gjetur motivimin dhe për të besuar më shumë tek aftësitë e tua. Në dashuri dhe marrëdhënie, kjo letër të këshillon të mos veprosh nga padurimi. Jepi kohë gjërave të zhvillohen natyrshëm dhe mos u dorëzo, vetëm sepse përgjigjet nuk vijnë menjëherë. Mesazhi i letrave për shigjetarin, mos prit të shohësh të gjithë rrugën përpara se të nisesh. Hapi i parë është ai që hap derën e mundësive të reja. Britsjapi, letra e tarotit për këtë të martë Britsjap, asi i monedhave i përmbysur. Kjo letër të kujton se çështjet financiare dhe planet materiale ndonjëherë mund të kenë vonesa ose pengesa të papritura. Edhe pse ti je një shenjë që pëlqen shumë sigurin dhe organizimin, sot mund të përballesh me situata që varen plotësisht nga ti. Mund të ketë vonesa në pagesa, para që priten por nuk mbërrin në kohë ose një plan financiar që kërkon më shumë durim. Kjo letër të këshillon të mos mbështetesh vetëm në mundësi të vetme. Mbaj alternativa të hapura dhe krijo disa plane rezervë për të ndier më shumë kontroll. Kujdes me shpenzimet impulsive dhe mendo me qetësi për hapat e ardhshëm. Në punë kjo do të jetë një kohë për të rishikuar strategjinë dhe për të ndërtuar një bazë më të fortë të ardhmen. Një vonesë do të thotë dështim, ndonjëherë është vetëm një sinjal për të përgatitur më mirë. Mesazhi i tarotit për Britsjapin, mos mbështet vetëm te një derë, krijo mundësi të reja dhe beso se stabiliteti ndërtohet hap pas hapi. Ujori, letra e tarotit ujor për këtë të martë, 8 shpatat. Një letër tregon se mund të ndihesh i kufizuar, i bllokuar ose i ngarkuar nga situatë të caktuar. Ndoshta gjërat duken më të vështira se që janë në të vërtetë dhe emocionet po ta bëjnë më të vështirë të shohësh zgjidhjen. Sot tarot të kujton se qartësia vjen pasi tensioni fillon të largohet. Edhe një situatë që duket shqetësuese tani mund të ketë një rrugdalje më të thjeshtë nga sa mendon.
Mos merr vendime të nxituara kur je në presion emocional. Jepi vetes kohë të qetësohesh, të analizosh me kujdes dhe të shohësh të gjithë pamjen. Kur mendja të jetë me qetë, zgjidhja mund të duket shumë më afër. Në marrëdhënie ky letër të këshillon të mos lejosh frikën ose keqkuptimet të izolojnë. Një bisedë e hapur mund të sjellë lehtësim dhe mirëkuptim. Mesazhi i letrave tarot për ujorin: mos u burgos nga frika, kur zemra qetësohet, rruga drejt zgjidhjes bëhet më e dukshme. Dhe peshqit, letra e tarotit për këtë të martë peshq, 6 shkopinj të përmbysur. Kjo letër të kujton se nuk do të ndihesh gjithmonë totësisht i sigurt në çdo hap që ndërmerr. Ka momente kur veprimi vjen përpara besimit dhe besimi ndërtohet gjatë rrugës. Sot mund të jesh duke mësuar diçka të re, duke përballur me një sfidë ose duke hyrë në një situatë ku ende nuk ndihesh totësisht i përgatitur. Mos e gjyko veten shumë ashpër, çdo përvojë ka një periudhë përshtatjeje. Kjo letër tregon se suksesi nuk vjen gjithmonë menjëherë me duar trokitje apo rezultate të dukshme. Ndonjëherë fitoret më të mëdha janë ato të voglat, një hap përpara dhe një mësim i ri, besimi rritet pak nga pak. Në dashuri dhe marrëdhënie mos u shqetëso nëse nuk ndihesh gjithmonë i sigurt, jepi kohë vetes dhe të tjerëve për t'u afruar më shumë. Letra e tarotit për peshqit: mos prit të ndihesh gati për të filluar, besimi ndërtohet nëse ecën përpara, ki durim me veten. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë, 21 korrik 2026. Ju falenderoj që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.